Përshëndetje dhe fundjavë të mbarë, dhe si fundjavë mu duke udhës të ndaj me ju projekt buxhetin 2026 me mbi 1 miliard eurot e tij për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale, afro 4% e prodhimit përgjithshëm kombëtar. Dhe pa dashur t'ju lodh me shifra aq më tepër në një ditë shtunë, po ndalem tek lufta me kancerin dhe nevoja për barnat e shtrenjta që kërkon kjo luftë. E pra, për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do t'jepet i plot për të gjitha dhe falas. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e shpallur sfundi ndër 100 gratë më influente në mjekësinë botërore për çështjen e kancerit, do të udhëheq projektin kombëtar të ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve për Shqipërinë 2030. Një institucion i ri ekselence, i cili do t'i bashkohet rrjetit ndërkombëtar të instituteve që luftojnë me kancerin. Ndërkohë, 4.600 mjek, infermierë dhe farmacistë, si dhe 14.200 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të re pagash, çka është edhe një mesazh i qartë për gjeneratën e re të bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet, dhe se Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu. Me Spitalin e ri të Korçës, urgjencën e Durrësit, spitalet bashkiake të Matit e Tropojës dhe të tjera me radhë akoma, do të vazhdojnë intensivisht edhe investimet në modernizimin e infrastrukturës spitalore, me objektivin e qartë dhe të shpallur që në Shqipërinë 2030 asnjë strukturë e shërbimit shëndetësor të mos jetë jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. 2026 është edhe viti i hyrjes së inteligjencës artificiale në shërbimin ton shëndetësor. Përmes një kompanie të përbashkët që shteti shqiptar po krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane, ndërkohë që me financimet e siguruara nga fondet europiane, ne do të krijojmë ekosistemin digjital të gatshëm për inteligjencën artificiale, duke hapur shtigjet e reja të diagnostikimit me imazhe, të analizave parashikuese dhe të ndërveprueshmërisë në rang kombëtar të sistemit shëndetësor digjital, në përputhje me agendën digjitale të Bashkimit Evropian. Dhe në mbyllje, 2026 do të hap edhe siparin e partneritetit strategjik të QSUT-s me spitalin prestigjos San Raffaele të Milanos, një ndër më të mirët në botë, duke nisur procesin e një transformimi që do ta bëjë QSUT-n 2030 një qendër rajonale të shëndetit me prestigj në të gjithë Ballkanin Perëndimor. E pra, jemi në rrugën e duhur drejt Shqipërisë 2030, edhe në shëndetësi, edhe në rritjen e cilësisë shërbimit shëndetësor, sepse këta jemi ne, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë.